rikthehemi përsëri në studio së bashku në 25 minutat e fundit të programit Mëngjes Ekspres për ditën e sotme. Ju kemi thënë në minutat e para që do të flasim sot, do ta sqarojmë në fakt nga pikpamja e studentëve dhe ajo që njohin studentët për detyrimet dhe impenjimet e veta që kanë si pjesë e programit moslimor për ekspeditat, me që ekspedita ishte kryefjala e javës në të cilën e jemi për shkak të aksidentit të ndodhur në Imar. Esion Ekonomi nga Këshilli Kombëtar Studentor, profesor në Fakultetin Histori Filologjisë, mirë thash, bukur prezantimin. Është në studio me ne, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit. Do ta nis një herë se çfarë parashikohet teorikisht dhe më pas do të them edhe se çfarë kam lexuar praktikisht, duke qenë se ti sot nuk i ka patur mundësinë të lexosh para me gazetat, se ke qenë duke bërë gati për të ardhur këtu. Çfarë parashikon programi moslimor, aq më tepër që edhe te histori filologjia dhe atë ndoshta kam përshtypjen që e njeh edhe më mirë. Çfarë parashikon programi i studentëve për ekspeditat? Do të thënë, a janë ato pjesë e programit moslimor apo janë ato një mënyrë për të argëtuar dhe për të shkuar me shokët për të bërë një ekskursion të vogël? Atëherë ekspedita moslimore, nga vetë emërtimi ekspedit moslimore, është pjesë e programit arsimor të një dege të caktuar, për shembull gjeografia, historia, arkeologjia, apo edhe gjuhëletërsia në rastin konkret, kanë pjesë programit moslimor ekspeditën, që është 1 ditore, 2-3 në varësi të programit, është e miratuar në kurrikulun e fakultetit, e miratuar nga Këshilli i Fakultetit, e miratuar nga senati akademik, e më nga Këshilli i Akreditimit, pra nuk është se është diçka iniciuar nga vetë fakulteti dhe ndjenin e vetëm fakultetit apo të departamentit, është diçka që shkon paralelisht në gjithë hallkat e më të larta. Po ka universitete, ku ka fakultete? Pra, ka ekspedita, edhe shkëtë natyrës bëjnë, biologjia bën, fizika bën, në varësi të kurrikulumit të degës që kanë, të specifikës që kanë. Dhe në këtë këndvështrim, kjo është një lëndë moslimore detyrueshme, ka 5 kredite. Të paktën gjeografia që unë kanë fakultetin im ka 5 kredite barazuar me lëndën më të vështirë ose lëndë më themelore që ata kanë në degën e vet. Dhe si e tillë, studentët janë detyruar që ta shlyejnë këtë detyrim, madje në disa degë të caktuara ata gjatë ekspeditës hartojnë në një mikrotez, që është një lloj provimi i kësaj lënde, dhe për të cilën vlerësohen dhe marrin një notë. Pra, përgjithsisht e kanë para diplomimit. Do të thotë që një student që nuk merr pjesë në ekspeditë, nuk shlyen, nuk i miratohet teza e punuar, nuk mund diplomohet. Kështu që në këtë sens është detyruar pjesëmarrja në ekspedita dhe duhet shlyer patjetër. Nuk është se është një angazhim vullnetar. Sigurisht që një pjesë pastaj e kësaj dite është kur unë vi me ty se jemi shoqe, po unë jam pjesë e një fakulteti tjetër. Okej, dhe kjo pastaj është pjesa e qefit që studentët përgjithsisht ose ndonjëherë shohin që pjesën mbas angazhimit, po themi orët e para të udhëtimit të ekspeditës në një qytet të caktuar, në një vend të caktuar, e kanë pjesë akademike, pjesën tjetër pastaj kanë pjesë argëtimi, që kjo nuk është absolutisht gjë e keqe, sepse nuk kanë çfarë bëjnë deri në orët e vona të natës kur kanë udhëtime më shumë se 1 ditore. Të shkosh diku në një vend, të shkosh deri në Durrës tani, sigurisht që do të kesh sa para me vete. Do shkruan të detyrueshëm për të cilën që kushton financiarisht. Do thuash edhe libri kushton. Okej, libri kushton, po mund të ta këmbejmë bashkë, nëse unë nuk kam një mundësi për ta blerë një libër të ri, po themim. Deri vitin e shkuar, ekspedita është mbuluar me shpenzimet e fakultetit në çdo detaj, domethënë është akomodimi, udhëtimi, edhe dieta ka patur për studentët. Pati një reagim dhe një ndryshim nga Këshilli i Ministrave vjet, i cili këshilloi që për shkak të mungesës së buxhetit dhe financimit të shkurtoheshin ekspeditat, mos bëheshin me fjetje, por mos bëheshin me më shumë se 1 ditë ose patëm deri në 2 ditë, në mënyrë që studentët mos u paguheshin më dieta, sepse nuk mund të paguheshin dieta. Pra në kohën aktuale, në këtë kohë që ne jemi, fakulteti universiteti paguan studentëve për ekspeditat, dhe kjo është si një urdhër shërbimi, është njësoj sikur dërgosh në kërkim një pedagog, është një urdhër shërbimi, pra procedohet me një urdhër shërbimi që firmosen nga dekani dhe miratohet projekti nga rektori, nuk e di se ku shkon në varësi të strukturës si ta kanë, dhe studenti paguhet për udhëtimin, bilet në udhëtimit edhe hotelin, pra nuk i paguhet dietat. Në një farë mënyrë studenti është i detyruar që të paguajë ushqimin, por këta i justifikojnë, pedagogët e justifikojnë, ose vendimarrët i justifikojnë të që studentët kur është në Tiranë ose kur është në Elbasan paguan vetë ushqimin gjatë ditës në kohë. Në shtëpi do ikë ta drejt në shtëpi në fakt. Atje grosh, patate, çfarë këtë bërë nëna në shtëpi, do shkojë pjesë mbulimi shpenzimeve të familjes. Sidoqoftë, ekspedita është një, le ta themi, pjesën e mësimdhënies
edhe studenti gjeografisë do shkojë edhe në Butrin, do shkojë edhe në Kosovë, do shkojë edhe në Preshevë, do shkojë kudo se do ta shohë Malin, do ta shohë Fushën, do ta shohë Luginën, do të shohë Lumin, studenti historisë do shohë shkojë arkeologjin. Pra e ka pjesë të detyrimi, le ta themi, mund të sakrifikohen në një sasi të caktuar për shkak të mos imbënies. Problemi i kësaj i radhës tani është që s'mund të fshihen përgjegjësit mbas kësaj që është me dëshira apo është në mënyrë vullnetare, nuk ka asnjë formë. Unë po flas pak nga eksperiencë të Tiranës që e njoh shumë mirë, që ekspeditet janë detyrueshme dhe vetëm në mënyrë për të shlyerë detyrimin 5 kreditë e ekspeditës është thjesht pjesë e ekspeditës dhe jo vetëm pjesë fizikisht, po pjesë aktive duke bërë kërkimin që të caktohet dhe të ndahet. Çfarë ndodh nëse nuk je pjesë e ekspeditës, sepse nuk e patur mundësi as të sakrifikosh për ato të ardhurat e vogla, nëse mund të quajmë kështu, se familja jote mund të jetë një familje që mbahet me 3300 lekë asistencë sociale mujore, po themi, po marrim një situatë hipotetike. Domethënë çfarë ndodh, sepse unë po lexoja tani pedagogun e Elbasanit, i cili ndaj të cilët pati ca akuza të tipit i kanë detyruar sepse kanë marrëveshje, marrëdhënie me agjencitë, me shoferët, pra kanë përfitime personale, thoshte që ekspedita është e detyrueshme, por në momentin që për një arsye apo tjetrën nuk ke mundësi të shkosh, mund ta shlysh në forma të tjera, siç ishte një udhtim vajtje-ardhje në Polis, që edhe ky mund kushtoj për veten e vet, po ajo tjetra që më duk mua më pak e kushtueshme ishte puna vullnetare, pa pagesë, në bibliotekën e universitetit. A ka po Tirana, a ka forma të tjera alternative? Se kam përshtypjen që kur miratohet një gjë nuk miratohet ndryshe për Universitetin e Durrësit, ndryshe për Universitetin e Tiranës, sepse nuk është lokalizuar, po themi. Universiteti është universitet në të gjithë Republikën, kudo ku është ai. Mirë, para së gjithë domethënë kjo ishte një tragjedi që ndodhej një fatkeqësi shumë e madhe, në të cilën askush do ta uronte, askush do të ishte pjesë e këtij debati post kësaj. Mund ta marrim të mirëqen. Ekspedita bën në çdo universitet, lëvizjet bën edhe të lira domethënë. Dhe do bëhen. Unë atë do bëhen, por nuk është kjo forma domethënë të ndalojmë ekspeditën. Unë nuk di që të ketë tjetër formë të pahem se të Tirana të shlyerjes së ekspeditave. Ky është një detyrim që duhet ta pranoj, sepse kur vendimi bëhet njësoj për të gjithë dhe nuk bëhet në mënyrë të le ta themi duke bërë parasysh edhe interesin e studentit që nuk mund ta përballoj koston. Megjithatë mbasi studentët e Elbasanit kanë pak një alternativë të dytë. Megjithatë, por që është më e bukur ajo e ekspeditës. Është më e bukur dhe më bindur që çdo student në çdo kushte qoftë mezi e pret fundin e vitit shkollor, që të bëjë një ekspeditë, bëjë një udhtim me grupin, por kjo nuk e justifikon dhe nuk shmang përgjegjësinë e rektorit, dekanit, shefit departamentit, cilën ka qenë përgjegjës për organizimin, dhe këtu do të ngelet te organizimi jo korrekt i këtij udhtimi, sepse ajo që ndodh shumë rëndom është lidhjet e shkurtra mes rektorit dhe agjencisë, mes shoferit dhe dekanit, dhe ndodh që studentët tanë udhtojnë me një autobus prodhuar në 88 që me llogarit tjetër i bëj që autobusi janë 24 vjeçar, kur studentët që ishin atë autobus ishin maksimum 22 vjeç. Kjo është e papranueshme. Në këtë sens, domethënë teknika e organizimit, nuk e di domethënë nëse thuaj që makinë ishte kolauduar vetëm pak ditë më parë, unë s'di se si ata kanë marrë atë kolaudim, kur nga ekspertët deri tani mbahet teza e defektit teknik, po në atë vit prodhimi që ka qenë ajo makinë, nuk duhet flas për çështje teknike, por megjithatë është një shkujdesje shumë e madhe për këtë, por nuk eliminohet edhe fakti që studentët janë përgjithsisht të detyruar të marrin pjesë. Pra, fati ti i vë 5 kredite, i vë një notë, i vë një lëndë, që po nuk u shlyen, nuk shkon në diplomë, studentët detyrohet që të jetë pjesë e saj, dhe sigurisht ka kush shef që as bëj punë vullnetare në bibliotekën e shkollës që vjen era myk librave të pasistemuar, po sigurisht do zgjedh alternativën me pak sforcim, me alternativën e të vajturit me shokët. Nuk dim se Universiteti i Elbasanit ka një praktikë të tillë, më duhet ta besoj për respekt të përgjegjësit departamentit, por përgjithsisht kjo është. Nëse ekspedita është detyrueshme, tani bie të themi se nuk na vjen gjë nga goja që studentët e tjerë që do duhet të marrin pjesë në ekspedita vitin që vjen, ta shndërrojmë këtë në kauzë, do thonë që nuk shkojmë në ekspeditë se në ekspedita vdes. Tashmë kjo shumë e justifikuar se u bën disa raste, mos harrojmë që pak vit më parë kemi patur në Puk një autobus me studentë që u rrezua, pak vit më parë në Skrapan një autobus me nxënës ishte rrezuar, ishin vetëm fatmirësisht vetëm plagos gjatë nxënës. Kjo që ndodhi para pak ditësh kur 13 vajza humbën jetën fatkeqësisht, e bën të justifikuar që studentët, po përgjithsisht prindrit jenë të tmerruar në gjitha aktivitetet sepse nuk kanë besim te organizimi. Ajo që duhet bërë është të kemi rregulla specifike për organizimet në grupe, të pata organizime zyrtare. Nuk është asnjë kosto
që një makinë policie të shoqërojë këta student. Nuk është as kosto që këtyre autobusave të cilët janë të paracaktuar që do të marrin përgjegjësi sidomos në segment ai të vështirë, që njëhet segmenti i Vlorë Himar, pasin që është një rrugë shumë e vështirë, duhet bërë me mjete, duhen elementuar të lidhje të shkurtra që thash mes agjencive dhe drejtuesve universiteteve, dhe duhen patur kritere specifike të përzgjedhjes së autometeve, të shoferëve. Edhe unë nuk besoj se duhet ndalur ekspeditat absolutisht, domethënë sigurisht se ne mund të ndalë lëvizjen tonë të përditshme në rrugë, vetëm anglët jemi më të kujdesshëm, kemi kriter më specifik për selektimin e mjetëve të transportit publik. Kjo do të thotë që hidhen poshtë të gjitha zërat që thonë na detyrojnë, pasi si thua totalisht debat, domethënë po hedh poshtë ato çfarë ngritën 2 ditët e para. Ideja është jo na detyrojnë individualisht, po e detyron sistemi. Është sistemi, ne kemi pra, njësoj si kundërsa unë frekuentoj një orë mësimore dhe marr mungesa edhe në ekspeditun marr mungesa. Njësoj si kur unë vlerësohem për një provim të lëndat caktuar, unë vlerësohem për tezën që unë bëj gjatë punës kërkimore, le ta themi, punës në terren që unë bëj në ekspedit. Asi e tillë me detyruar ta frekuentoj. Në këtë sens, nuk është detyrohet individualisht studenti për të qenë pjesë e kësaj. Dhe unë shoh si të frutshme ekspeditën për ata që bëjnë kërkime, nuk është se është një çështje qefi që student po lëvizin në fund vit. Por përgjegjësia është përgjegjësi dhe s'mund të nuk duhet harruar ky rast, sikur se janë harruar shumë raste të tjera dhe duhet të mbajmë përgjegjësit konkret për këtë pjesë dhe duhet kthehen është një shembull i keq që duhet formatoj mënyrën e ardhshme të organizimit. Siona, ti si e zgjedh një mjet të transportit publik? Domethënë ti do i bësh në autobus dhe shkosh në shtëpi në Korçë. Çfarë bën? I tregon, i kërkon se kanë shtëpi në Vlorë dhe më duhet që të jenë ose në Vlorë. Domethënë çfarë ndodh? Merr kartelën e mjetit kur ka bërë kolaudimin e fundit. E di ku e kisha fjalën, tek si mund të shmangësh një mjet të transportit publik kur ai është në radhë ose kur ata ta kanë caktuar ose se mirë në rastin konkret ta kanë caktuar, është filan autobus do marrësh te filan vend. Po në përgjithësi mjetet e transportit publik, po edhe në mënyrë rastësore, po shkon te taksia dhe po të thotë jo tek un po te tjetri se ai ka radhën. Mirë, këtu duhet kthehemi domosdoshmë te përgjegjësia e institucioneve që sidomos edhe me këtë rast do të jenë më të kujdesshëm. Për shembull, po dëgjoja një ekspert mbrëmje sepse janë bërë debate të shumta vetëm këto ditë vetëm këtë është fol, që thoshte që mjetet të transportit publik për më shumë se 14-15 persona duhet që ta kenë kolaudimin detyruar jo një herë në vit, por më shpesh, dhe sidomos për mjetet të transportit publik që janë autobusat, të cilët kanë më shumë të 7 vjet përdorim, duhet të dalin jashtë shërbimit për rrugë ndërurban, ndërqytet. Unë nuk pjesa teknike nuk na takon ne studentët ta gjykojmë sikur ne qytetarëve ta gjykojmë ta vlerësojmë, sepse unë dalë në rrugë nuk kontrolloj kolaudimin e makinës, është policia rrugore, është gjithaj autoriteti kolaudimit. Pa ardhur data. Pikërisht është përgjegjësi institucionale në të rast që duke marrë shkas edhe nga këto që nga kartoronta që fatkeqësisht morën kaq, por mund kishin marrë më shumë jetë, mund kemi nesër larg qoftë secili prej nesh si student mund të ishte do jetë nesër në atë rrugë. Kështu që është përgjegjësia institucionale që duhet të jenë sigurisht më të kujdesshëm te kolaudimi, tashmë njihen mënyrat që shkon aty një jep dikë, bën sikur fillon poshtë makinës, del prap. Dhe këto janë procedura që ne janë shkallojmë, themi shpëtojmë me makinën tonë, shpëtuam nga rutina, por në fakt kemi marrë në qafë jetën tonë dhe të familjarëve tanë dhe rastin konkret të njerëzve të tjerë të pafajshëm. Po këtë se kam kuptuar kur, në këtë punën e abuzimit me gjendjen teknike të automjetit nuk e kam kuptuar, nuk kam qenë një njerëzit më abuzivist për çështje administrative. Ku diun spaguaja gjobat e të tjera si këto. Edhe gjobat këto janë çështje tjetër, po çështje teknike, shkoj të them, unë jam në buzë të greminës me këtë makinë, po ti ma kaloj një çik që unë vdes sa tiki nga këtu nuk e kam kuptuar asnjëherë këtë tentativën e njerëzve për të shpëtuar, ndërkohë që mjeti ka të rotak, ju ka në dorë jetën. Me të kozat sepse më lejon dua të falenderoj të gjithë studentët, sidomos në mjekësitë e Fakultetit Historik Filologjisë, por edhe studentët e gjithë Shqipërinë që u solidarizuan me Trin Këshillit Kombëtar Studentor për dhuruar gjatë atë ditë duke shpëtuar, sidomos ata që kishin A negativ, që shpëtuan, u bën pjesë e shpëtimit e solidarizimit. Më kujtohet. Rallë na ndodh që të jemi të tillë, po të paktën është mirë kur në raste kur njerëzit kanë nevojë për ne të jemi pranë tyre. Më kujtohet nevoja për A negativ dhe 0 negativ. Dëgjoja transmetimin live ku ishte kolegu Sadikaj dhe nëpërmjet mesazheve në celular po tregonte që kishte nevojë për A negativ dhe 0 negativ, një apel kështu qytetar edhe mediatik, edhe më vjen mirë që
si më thënë kanë arritur studentët të bëjnë atë që munden për shokët e tyre se po të gjithë hyrëtarët, megjithatë studentët ishin pak më të prekur dhe më të ndjeshëm sepse ne udhtojmë për ditë dhe organizojmë shpesh në grup jo vetëm për ekspedite apo edhe për udhëtime të pavarura që ne i bëjmë, domethënë dhe ndjejmë që kjo ndonjëherë ne zgjedhim miq tan, zgjedhim ata që i njohim për të ulur kostot të gjitha ato gjërat, edhe ndonjëherë për faktet mund të kishim qenë edhe ne, domethënë mund të nxjerrim edhe mësime nga kjo pjesë për të solidarizohemi me gjithë të gjë. Se këtë të thoja, ky nuk është rasti i parë që ndodh, po a ka, domethënë, si mendoni, a ka një lloj pritshmërie për të ndryshuar të paktën mënyrën e organizimit, sepse patëm rënë autobusin 2004, patëm 2008, patëm 2010, ky ishte rasti 2012-s, por nuk ishte autobusi i parë që rrezohet. Edhe kam përshtypjen që tani për shkakun do harrohet kjo pjesa se do rrimë me presidentin, duhet të fillojmë të merremi që sot në fakt, që marrim fazën e parë. Edhe do harrohet kjo pjesë. Po paktën brenda strukturave të fakultetit, a mendohet se do të ndikojë kjo gjë apo të harrohet shumë shpejt si gjë? Dëgjova një lajm që më duki mirë, po për sa kollektivisht ishte trishtues që ishin anulluar ekspeditat në disa fakultete që ishin programuar për to ditët e ardhshme shumë shpejt. Ishin anulluar. Kjo ishte sigurisht një lajm i keq për studentët që kishin mezi prisnin të udhtoni, po mua më duk një lajm i mirë sepse me sa kuptova, struktura drejtuese presin për të riparë mënyrën, me sa ndoqja djem mbledhjen e qeverisë pati një urdhër nga kryeministri për të rindërtuar skemën e organizimit. Unë shpresoj që masa shtrënguese ta lehtësojnë sadopak aksidentet, sepse në një statistikë që është për këtë vit ne kishim pa 317 të vdekur në rrugët tona. Dhe 600-700 plagosur. Do të thotë domethënë që në çdo ditë tek ne ka vdekur të paktën një njerëz. Ndërkohë që rrugët mendohet se po përmirësohet, statistika rrugore është duke përmirësuar, makinat e reja vinë tregun shqiptar. Po megjithatë nuk e thotë që vdeket numri i vdekjeve është shtuar, thotë ajo që ndjej që duhet bëhet të jetë një ndërgjegjësim njerëzor më shumë për të respektuar rregullat e transportit rrugor, e qarkullimit rrugor, sikundërse edhe një mirë menaxhim dhe mirë funksionimi i strukturave që kanë përgjegjësinë për kontrollimin e kësaj gjë. Kështu që unë shpresoj që sikundërse u anulluan dhe u pezulluan për pak kohë ekspeditat e këtyre fakulteteve, të ndërmerret shumë shpejt një aksion i ri riformatues, qoftë me shoqëri makinë policie, qoftë le të kërkohet nuk ka asnjë gjë që kur transmeton 50 student ti kërkosh një kolaudim të javës fundit të asaj agjencie sepse ajo merr lekët nga ti në një fazë shumë në një sasi të konsiderueshme që ja justifikon atë shërbim të bëj kontrollin teknik. Është konsumuar kjo si bisedë midis studentëve dhe vetë pedagogëve, nuk e di, ke qenë prezant këto ditë? Auditorët vetëm të kanë folur gjatë gjithë kohës, dhe është normale sepse jemi studentë dhe jemi pjesë e target grupit që jemi të prekur nga kjo lindje, nga kjo mënyrë organizimit. Pedagogët sigurisht ngrenë supe sepse edhe ata duan në një farë mënyrë jo vetëm të justifikojnë, por duan edhe të realizojnë planin mësimor në një farë mënyrë. Ata nuk kanë një qejf të madh që të na shoqërojnë ne sepse në fund bëjnë përgjegjësinë për gjithë të gjën që bëhen më mbas. Por prap debati ngel që kjo është një fatkeqësi momentale, një çështje deri diku çështje fati, por që i zot thot absolutisht që ne të penalizojmë gjithë lëvizjet tona të justifikuara. Mbase mund të jemi më të kontrolluar edhe më të mirë menaxhuar me njëri tjetrin, por që jo të eliminojmë. Megjithatë studentët kanë shprehur një lloj frike dhe mangti dhe frikën dhe mangti më të madh kanë familjet tona dhe prindërit tanë, që nuk kanë as besim as në shkollat, as në fakultetet, as nuk kanë as te sistemi rrugor, nuk kanë as besim as te mjekësia deri pse për shkak ku fatkeqësinë natyrore bën aq të mëdha sa që nuk mund të kontrollosh dot më njeriu nga pikëllimi nga dhimbja e het fajin ku çdo aktor i të mundshëm. I vllajshte për të shkuar në ekskursion në Berat dhe mamaja ime kategorikisht e pezulloi dje dhe kështu kanë bindje shumë prindër do ta bëjnë për një muaj, kanë bindje për mbas një muaj do ta harrojnë prapë nëse nuk mund ta bëj familja jone ne kontroll, mund ta bëj drejtuesit që janë zgjedhur dhe kanë përgjegjësi institucionale për të kontrolluar këto. Esiona, shumë faleminderit që ishe këtë mëngjes me ne. Faleminderit ju. Shumë faleminderit. Pak muzikë këtu tek ne apo të përcjellim emisionin? Then come a little closer, baby, lick your lips. Then come a little closer, baby, give me a kiss. We party till it's over, baby, lick your lips. Now dip your head. I want 1, 2, 3, let your body go free. All my ladies in the club, shake your booty for me. I want 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, my name is James Dore. I'm hanging low with my man DJ Cello and DJ Paco. Yeah.
drop it, party girl. Work it, party girl. Drinks on me, now bounce, bounce, party girl. Drop it, party girl. Work it, party girl. Drinks on me. Look at all the ladies, that party move, that sexy body do, that dance, don't stop it, keep that booty bouncing, do that dance, don't stop it, keep that booty bouncing, sexy ladies, they like to party, y'all. I'm so clean, shorty can't take her eyes off me, mommy chicken real fly, I'ma take it to the side and watch the booty bounce in the jeans, like the double man twins on the scene, bust it baby, about to bust through the seams, like a fat cat tucked in the sheets, and you know she coming home with a G. Yeah, yo, here. Then come a little closer, baby, lick your lips. Then come a little closer, baby, give me a kiss. We party till it's over, baby, lick your lips. Now tip your head. I want 1, 2, 3, let your body go free. All my ladies in this club, shake your booty for me. I want 1, 2, 3, let your body go free. All my Shpejt publicitet se për pak desh haruam. Publicitet.